Vendi vogël ballkanik, Shqipëria po shndërrohet shumë shpejt në një destinacion popullor për vizitorët britanik, pasi vendet kryesore si Spanja po bëhen më pak mikpritëse për turistët, shkruan e përditshmja britanike Express. Shqipëria në Europën juglindore po fiton popularitet në mesin e turistëve britanik që planifikojnë pushimet e tyre verore pasi të dhënat e kërkimit në internet kanë treguar një rritje të madhe të interesit. Për vite me radhë, një numër i madh vizitorësh nga Britania e Madhe kanë vizituar Spanjën dhe Portugalinë për 1 ose 2 javë në të njëjtën kohë, por tani po kërkojnë një destinacion tjetër pasi opinionet tradicionale po bëhen më pak mikpritëse për turistët. Në një raport të botuar nga Sail Croatia, renditen vendet që turistët britanik po marrin në konsiderat për të kaluar pushimet, bazuar këtu në kërkimet në internet mes tyre dhe Shqipëria. Shqipëria ndodhet në jug perëndim të Europës në kufi me Greqinë, Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Malin e Zi. Vendi krenohet me peizazhet e mrekullueshme bregdetare në detet Adriatik dhe Jon brenda detit Mesdhe. E konsideruar si Maldivet e Europës vitet e fundit, nuk është çudi që britanikët tani po e zgjedhin Shqipërinë për arratisin e tyre verore. Shqipëria është destinacioni i katërt më i kërkuar për britanikët duke marrë parasysh opsionet e tyre të udhëtimit. Kërkimet online për pushime në Shqipëri shënuan rritje të shpejtë në vitin 2024 krahasuar me vitin 2023, duke marrë 182.000 kërkime më shumë. Në total, në vitin 2024 u regjistruan 504.000 kërkime për termin pushime në Shqipëri. Shqipëria po bëhet shpejt destinacioni preferuar për shumë europian fal vend pushimeve të saj, buzë plazhe që gjendet në rivierën shqiptare, peizazhet piktoreske dhe moti të ngrohtë me diell. Pika të tjera të njohura në vend përfshin destinacionet bregdetare si Berati, Saranda dhe Ishuj tek Samilit. Ekziston edhe kryeqyteti emocionues shqiptar Tirana, që njihet për atraksionet e saj kulturore dhe xhamiet Hembeu, Muzeu Historik Kombëtar dhe Sheshi Skënderbej, ndërsa Shqipëria kryesoi në vendin e parë si destinacioni më i preferuar i pushimeve për turistët britanik, ajo u pasua nga Malta në vendin e dytë dhe Mali i Zi në vendin e tretë.